janë ndoshta dëshira nga mediat e opozitës, sipas gjitha gjasave do të ketë një përsëritje të një mandati të ri, pra një farë mënyrë përsëritje të skenarit të vitit 2021, ku faktikisht ishte LDK-ja ajo që i kishte ofruar Korom dhe kishte zblokuar zgjedhjen e presidentes Osmani, dhe për të njëjtë atë arsye faktikisht, sepse LDK-s i konvenon që zonja Osmani të jetë në pozitën e presidentit. Pse i konvenon një gjë të tillë, kur vetë njerëz të LDK-s të kryesisë, njerëz të afërt me Abdigjikun kanë thënë që nuk ndjejmë asnjë lloj obligimi që t'japim mbështetje Vjosa Osmanit. Obligim nuk kanë, mirë po ju konvenon, domethënë për arsye se në pozitën e presidentes zonja Osmani nuk i lejohet drejt për drejt angazhimi në politikë. Dhe kjo nënkupton që nuk mund të jetë një fuqi politike që faktikisht do ta betononte përçarjen përfundimtare të LDK-s dhe dobësimin apo shndrimin e LDK-s në një parti të vogël. Sepse nëse zonja Osmani kthehet aktive në politikë dhe për shembull përfshihet në udhëheqjen e partisë Guxo, atëherë kjo do të ishte, domethënë faktikisht do të ishte humbje e shpresës për LDK-n që t'i kthej disa vota që shpreson që t'i kthej. Për këtë arsye domethënë i konvenon LDK-s që zonja Osmani të jetë aty ku është situata ngjashme me vitin 2021 dhe për këtë arsye pres që LDK-ja të ofrojë Korom. Po, vetëndosje, ju jeni me besim që do e përkrate një mandat të ri, për shkak se zoti Kurti ka shprehur goxha shumë rezerva. Ndoshta ka rezerva sipërfaqësore, mirë po faktikisht nuk shoh ndonjë mungesë reale të përkrahjes për zonën Osmani dhe nuk shoh ndonjë alternativë më të realizueshme. Kështu që për këtë arsye mund të presim një vazhdim të mandatit. Mirë, pra nga kjo që kuptuam tërësi, nëse bëjmë një përmbledhje, nuk shihni ju që mund të ketë një krizë të re, qoftë kushtetuese, qoftë politike, në bazë parametrave që i kemi tash, pra në bazë vendimit, në bazë numrave politik, pra në kuvend që janë shpërndarjes pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Tash ka ndryshuar situata, domethënë me sigurimin e shumicës parlamentare nga vendosja me aleatet e saj, domethënë ajo barriera kryesore është eliminuar dhe pastaj kemi çështjen e quorumit që është ndoshta më e realizueshme. Gjërat vazhdimisht ka rrezik që të shkojnë keq. Mirë po janë zvogluar gjasa që të ketë blokad. Kemi një përgjegjësi më të madhe sepse afatet janë, si më thonë, më të rrezikshme në krahasim me një vit më parë dhe edhe te vendosja besoj që ka përgjegjësi më të madhe për rrezikshmërinë e një krize dhe dëmin e një krize që do të ishte shumë më i madh se sa kriza që e pa në vitin e kaluar. Mirë, a sheni mundësi që të ketë ndonjë koalicion që të befasohemi apo presni që vetëvendosja të qëndrojë konsekuente nga ajo që ka thënë që do të shkojë vetme në qeveri? I ka numrat? Jo, me qenë se janë siguruar numrat, nuk ka nevojë për ndonjë koalicion tjetër. Siç thash, domethënë kemi të bëjmë më shumë me çështjet të quorumit, që besoj që do të ketë quorum nga LDK-ja, por ka gjasa edhe nga lista serbe. Mirë, dhe mundësinë e fundit që do e diskutojmë është
mundësia potenciale e zgjedhjeve të reja. Si e shihni këtë dhe kush do të përfitonte nga edhe një palë zgjedhje? Përsëri, domethënë, mendoj që mundësia për zgjedhjet e reja është më e vogël, shumë më e vogël, dhe besoj që elektorati do ta ndërshkonte cilën do parti që konsideron që ka qenë bllokuese, siç e pam që ndodhi domethënë në dhjetor. Kështu që nuk besoj që ka ndonjë apetit për zgjedhjet e reja te asnjë parti. Domethënë është thyer ai ndoshta miti që patëm ndoshta një trend të rritjes të opozitës, mirë po ai trend u ndalua edhe nuk mund të shpresoj asnjë parti që do të ketë patjetër rënje të partisë në pushtet nëse ka zgjedhje të reja apo diçka të tillë, sepse elektorati është i vetëdijshëm dhe domethënë vazhdimisht duke përcjellur situatën, shkon vendos ashtu siç e sheh që është më e logjikshme në një situatë. Nëse në një situatë shihet që për shembull një parti po e bllokon krijimin e institucioneve, atëherë ajo parti do të ndëshkohet. Mirë, faleminderit shumë për këtë lidhje, zoti Biçiq.